Horoskopi ditor e martë, 28 prill 2026. Dashi. Energjitë e sotme nxisin një ekuilibër të këndshëm midis argëtimit dhe punës, të dashur dash. Inteligjenca, idetë ose aftësia juaj për të përcjellë mesazhin tuaj është në qendër të vëmendjes. Trini Venus Plutoni sotëm është i fortë për një bisedë të përzemërt dhe të kënaqshme, por komunikimi jo verbal mund të jetë gjithashtu i fuqishëm tani. Mjediset në grup e përforcojnë tërheqjen tuaj, ndoshta ndërsa miqt ju prezantojnë me të tjerët ose përmes fjalëve pozitive gojore. Mund të bëni një angazhim ndaj një qëllimi mik, grupi ose kolektiv. Ka të ngjarë të ketë një nivel të rehatshëm intensiteti në ndërveprimet tuaja tani. Është i fuqishëm për transformimin personal përmes projekteve aktuale, misive dhe lidhjeve. Demi. Trini Venus Plutoni sotëm është i fortë për çështjet praktike, blerjet dhe hartimin e planeve, i dashur Dem. Mund të tregoj gjithashtu se jeni në të njëjtën linjë me dikë të veçantë. Mund të njiheni për punën tuaj, ose po derdhni dashurinë dhe energjinë tuaj në projekte me potencial dhe përfitime afatgjata. Sot mund të keni njohuri të reja rreth marrëdhënieve ose financave, dhe mund të kuptoni se çfarë të bëni më pas për të siguruar një pozicion më të mirë për veten tuaj. Mund të ketë reagime pozitive për punën ose talentet tuaja tani. Po merrni vendime më të forta financiare dhe të marrëdhënieve. Energjitë e sotme rrisin aftësinë tuaj për të parë një situatë, artikull ose person për vlerën e tij dhe jeni gati ta çoni atë në një nivel të ri. Binjakët. Venusi, aktualisht në shenjën tuaj, harmonizohet me Plutonin sot, të dashur binjak, dhe magnetizmi personal është i fuqishëm. Një ndjekje ose interes pasionant mund të jetë transformues dhe shpërblyes, ndoshta duke ju motivuar të rregulloni punët tuaja. Ky tranzit ju vë në formë të mirë për të bindur dhe lidhur me të tjerët në mënyra kuptimplote dhe të dobishme. Është një ndikim i shkëlqyer për tërheqjen personale dhe rritjen përmes marrëdhënieve dhe përvojave tuaja. Kjo mund të jetë një ditë për shërim dhe përforcim pozitiv. Depërtimi juaj sjell energji dhe vëmendje të mirë. Mund të fitoni një ndjenjë më të fortë të prioriteteve tuaja dhe gjërave dhe njerëzve që vlerësoni më shumë. Është një kohë e mirë për t'u lidhur përmes ndarjes së vizioneve dhe idealeve tuaja. Daforia. Trini Venus Plutoni sotëm ju inkurajon të investoni më shumë energji dhe dashuri në jetën tuaj private, në një marrëdhënie intime, kërkim ose hetim, i dashur gafore, me rezultate të dobishme. Je në gjendje të mirë për t'u përqendruar në diçka ose dikë të veçantë për ty. Dashuria është e pasur dhe e ndërlikuar, dhe tërheqjet janë komplekse. Je i pozicionuar mirë për të hyrë në kontakt me botën tënde të brendshme dhe për të përfituar si rezultat. Dashuria sekrete ose ndjenjat e varrosura zbulohen, ose mund të zbuloni informacione të fshehura ose të klasifikuara më parë. Prioritetet, si dhe ajo që ose kë vlerësoni, bëhen më të qarta ose më të dukshme. Aktivitetet e këndshme, çlodhëse dhe të thjeshta janë tonik për ty tani. Luani. Lidhja harmonike e sotme midis Venusit dhe Plutonit mund të tregojë një nxitje të mirë në jetën tuaj për respekt të ndërsjellë, mirëkuptim dhe guxim të brendshëm, i dashur Luan. Ky tranzit mund t'ju drejtojë drejt një projekti ose marrëdhënieje pasioni që mund t'ju ndihmojë të motivoheni për të bërë ndryshime thelbësore. Mbështetja ose frymëzimi nga njerëz të veçantë në jetën tuaj mund të jetë fantastik. Studia e ideve dhe bashkëpunimi janë shumë të favorizuara tani, dhe përpjekjet e rrjedhëzimit mund të kenë shpërblime të pasura. Është koha për të përqafuar nevojën për t'u lidhur me ndjenjat tuaja më të thella dhe për të fituar një ndjenjë më të fortë të asaj që vlerësoni tek vetja dhe të tjerët. Kur shpërqendroheni, mund të jetë sfiduese të dalloni midis shqetësimit tuaj për atë që u nevojitet të tjerëve dhe dëshirave dhe nevojave tuaja të vërteta, të thella, por tani është një kohë e shkëlqyer për të kapërcyer vështirësitë. Shkëmbimet mund të jenë frymëzuese. Virgjëresha. Venusi formon një trekëndësh me Plutonin sot, Virgjëresh e dashur, duke ju motivuar të çoni diçka në një nivel të ri. Nëse keni mundësinë të përqendroheni dhe të përqendroheni vërtet, jeni në një formë të shkëlqyer. Arritja në thelb të një çështjeje mund të jetë e kënaqshme, pasi jep fund pasigurisë së kohëve të fundit dhe lejon që të dalë një plan veprimi. Venusi në krye të tabelës suaj në harmoni me Plutonin, një mysafir afatgjat në sektorin tuaj të punës dhe shëndetit, mund të sinjalizojë një përparim ose njohje të përpjekjeve tuaja drejt qëllimeve tuaja.
Lidhur me shërbimet ose mbështetjen që ofroni, ose punën që bëni, tema e vlerës është tani në fokus, mund të shihni nëse të tjerët ju vlerësojnë përmes ngjarjeve aktuale. Ju performoni në mënyrën më të mirë tani kur e doni atë që bëni ose kur komunikoni pasionin tuaj për punën tuaj. Jeni më të prirur të dilni jashtë dhe të derdhni energjinë tuaj në gjërat që doni. Eprorët ose publiku janë mirënjohës për përpjekjet tuaja. Është një kohë e shkëlqyer për të përmirësuar, zhvilluar dhe riparuar marrëdhëniet me drejtuesit dhe bashkëpunëtorët e biznesit. Peshorja. Me tranzitin harmonik Venus-Pluton të sotëm, peshorja e dashur, do ta kesh më të lehtë të shohësh se çfarë në jetën tënde ka tërheqje dhe përfitim afatgjallë. Marrëdhëniet dhe ndjenjat janë më të këndshme dhe intensive se zakonisht. Mund të krijosh lidhje të dobishme dhe ndoshta edhe fitimpruese. Mund të jetë një kohë për të demonstruar angazhimin tënd dhe për të shprehur besimin tënd si tek vetja ashtu edhe tek dikush special. Njerëzit tërhiqen magnetikisht nga ty sot. Ndarja e ideve dhe bindjeve mund të jetë e fuqishme, ndoshta duke forcuar një lidhje. Dikush mund të prezantojë me nivele më të thella të personalitetit tënd ose ide, mendime, stile jetese dhe perspektiva interesante. Interesat e dashurisë ose partnerët janë të intriguar ose të hapur tani. Mund të jetë një kohë e mirë për të krijuar marrëveshje kuptimplote dhe reciprokisht të dobishme. Aftësitë bindëse janë mbi të gjitha dhe ndjekjet krijuese, promovuese dhe botuese favorizohen. Akrepi. Aspekti Venus-Plutoni sotëm ju jep një ndjenjë të fortë të asaj që është vërtet e rëndësishme për ju, i dashur akrep. Nëse keni nevojë të forconi një marrëdhënie, kjo është një ditë e mirë për ta bërë këtë. Shfaqet një mundësi për të tërhequr njerëz që ju ndihmojnë të rriteni. Tërheqjet janë të forta dhe të thella sot. Lidhjet ose dëshira juaj për të përmirësuar jetën tuaj në shtëpi mund të nxjisë dëshirën tuaj për të bërë ndryshime pozitive. Sot, aktivitetet më të favorizuara janë ato që ju ndihmojnë të ndërtoni, ricikloni dhe transformoni. Mund të vendosni të shndërroni një projekt ose situatë nga mediokre në të lullëzuar, veçanërisht në një marrëdhënie të ngushtë, mjedis familjar ose rreth shtëpisë. Mund të zbuloni mënyra krijuese për të bashkëvepruar me të dashurit. Të kuptuarit e më shumë intensitetit dhe afërsisë në marrëdhëniet tuaja, edhe në mënyra të vogla, mund të jetë më e kënaqshme. Njohja e prioriteteve tuaja ju ndihmon të identifikoni se çfarë duhet të shkojë dhe çfarë mund të ketë nevojë për pak zhvillim dhe kujdes. Mund të ndiheni më afër vetes dhe nevojave tuaja më të thella, dhe jeni në pozicion të mirë për të kërkuar mbështetje financiare ose ndryshe. Shigjetari. Aspekti harmonik Venus-Plutoni sotëm është i fortë për dinamikën e marrëdhënieve, i dashur shigjetar. Rrethanat mund të jenë të tilla që ju të ndiheni më të fuqishëm, të duruar dhe në kontroll të jetës suaj. Ju po rrezatoni energji pozitive që duket se tërheq njerëzit, burimet ose situatat e duhura drejt jush. Njerëzit tërhiqen nga ju dhe mund të fitoni një kuptim më të mirë të një personi të rëndësishëm në jetën tuaj. Negociatat mund të jenë në qendër të vëmendjes dhe mund të shkojnë shumë në favorin tuaj. Kjo mund të jetë një ditë e rehatshme për vetëshprehje. Energjitë e ditës mbështesin kryesisht prirjet tuaja krijuese ose romantike dhe është një kohë e mirë për të rilidhur me qëllimet tuaja të lumturisë. Ju dëshironi të eksploroni mundësi të ndryshme në vend që të kaloni nëpër lëvizje. Bricjapi. Të tjerët ju gjejnë bindës dhe të besueshëm sot, i dashur bricjap. Ju keni një ndjenjë të vërtetë se çfarë funksionon në planin afatgjatë, dhe kjo ju sjell dobi si financiarisht ashtu edhe personalisht. Është një kohë e mrekullueshme për të njohur atë që vlerësoni më shumë ose atë që ju sjell më shumë gëzim. Ju pëlqen të mbështesni të tjerët dhe kjo mund të çojë në shpërblime. Trini i sotëm Venus-Pluton ju inkurajon të bëni ndryshime dhe të rriteni me dhe përmes tyre, kryesisht të lidhura me shëndetin, mirëqenien, paratë dhe biznesin. Krijimi i lidhjeve shoqërore përmes punës suaj mund të ketë një ndikim të fortë tani. Mund të jetë gjithashtu një ditë e shkëlqyer për të zbuluar një blerje ose marrëveshje të mirë. Nëse keni nevojë të bëni punë redaktimi ose të ripërpunoni diçka, siç është një buxhet ose një plan krijues, kjo është një kohë e mirë për ta bërë këtë. Nëse keni nevojë të zvogëloni ritmin, kjo është një kohë e shkëlqyer për të kuptuar se cilat fusha të jetës mund të kenë nevojë për disa ripërpunime. Ujori. Plutoni në shenjën tuaj harmonizohet me Venusin në sektorin tuaj të kreativitetit dhe romancës sot, i dashur ujor, dhe magnetizmi juaj është i fortë dhe natyral.
Kjo mund të jetë një kohë shërimi dhe ndërveprimesh pozitive me njerëzit që përforcojnë humorin tuaj të mirë dhe ndjenjën e efektivitetit. Të shprehurit e vetes në mënyrë krijuese mund të tërheqë përgjigje pozitive. Rrugë të reja për të shprehur veten dhe për argëtim mund të jenë në fokus. Gjithashtu mund të kërkoni dhe të gjeni më shumë njohuri mbi një temë ose të përmirësoni me kënaqësi aftësitë tuaja. Besimi dhe entuziazmi juaj po ndërtohen. Lidhjet e krijuara tani, madje edhe në një nivel mendor, mund të jenë shumë të rastësishme. Mund të jeni të emocionuar për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë pikpamjen tuaj, ose lidhja me të tjerët rreth ideve dhe idealeve mund të ketë një ndikim të fortë. Të kuptuarit e diçkaje ose të dikujt mund të jetë tepër tërheqës tani. Peshqit. Me trinitetin e sotëm midis Venusit dhe Plutonit mund të ketë mundësi të mira për të zgjeruar, forcuar dhe përmirësuar marrëdhëniet familjare, të dashur peshq, ose për të gjetur paqe me veten për një çështje. Mund të ketë disa emocione intensive në këtë proces, por kjo çon në rritje dhe në fund të fundit është shumë e kënaqshme. Shanset janë të mira që të gjeni diçka që dikur ishte humbur, të lidheni me ndjenjat tuaja ose të zbuloni një burim të rëndësishëm. Çelësi i suksesit me këtë tranzit shpesh është të pranoni dhe të përqafoni ndjenjat dhe lidhjet tuaja më të thella. Ripërpunimi i diçkaje mund të jetë më i këndshëm se sa të filloni nga e para. Mund ta shihni një çështje nga e kaluara në një dritë të re, më false ose pozitive. Mund të zbuloni ndjenja dhe dëshira më të thella dhe të lidheni më mirë me veten mund të jetë emocionuese. Ose kjo mund të jetë një kohë për të arritur një mirëkuptim të mirë me dikë. Ndarja e një bare mund të jetë një çlirim i ëmbël. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.